Dje zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria 2 persona të moshës 58 dhe 37 vjeçare, të dy nga fshatra të rrethinës së Tetovës. Paraprakisht, po dje në orën 16:45 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një person i moshës 62 vjeçare, po ashtu nga një fshat i Tetovës ka denoncuar veprën penale, ngacmim seksual me elemente të marrëdhënie seksuale të kryer ndaj mbesës së saj të mitur, nga ana e personit 58 vjeçar. Sipas denoncimit, ngjarja ka ndodhur në dhjetor të vitit 2024, kur e mitura, e cila atëherë ka qenë 15 vjeçare, po kthehej nga Tetova me një furgon, të cilin e drejtonte i denoncuari, me çrast i njëjti duke përdorur forcë fizike, ka kryer marrëdhënie seksuale me të miturën. Pas një periudhe të caktuar, e mitura ia ka treguar ngjarjen nënës së saj, 37 vjeçare, e cila ishte në lidhje me personin 58 vjeçar, por ajo nuk e ka denoncuar ngjarjen. Personat janë ndaluar në stacionin policor, ndërsa për ngjarjen është njoftuar prokurori publik. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do dorëzohet parashtresë përkatëse. Dje në orën 12:40 në stacionin policor Gostivar, një 41 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se rreth orës 9:30 në bulevardin Vëllezri Gjinoski, derisa po lëvizte në trotuar përpara një objekti hotelerik lokal. Ai është ndaluar nga pronari i objektit, me të cilin kanë pasur marrëdhënie të pasqaruara nga e kaluara dhe i njëjti e ka sulmuar fizikisht, por është ndaluar nga kalimtarët e rastit, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 18:40 në stacionin policor Kamjan, një 43 vjeçar nga fshati Selce Keqe ka denoncuar se rreth orës 14 në vendin e quajtur Lisi, në territorin e fshatit Novosel 2, derisa ishte me tufën e tij të dhenve, është sulmuar fizikisht nga bashkëshatarët e tij, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit, pas së cilës do të vijojë parashtresë përkatëse.